Ndërhyrja e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve para pak ditësh në rrugën pranë qendrës shëndetësore numër 2 në Qaf Hardhi nuk i ka dhënë zgjidhjen e duhur problemit për të cilin ishin ankuar qytetarët sa i përket funksionimit të kolektorit. Siç tregojnë edhe pamjet filmike, gropat me ujë nga reshit e shiut të mbrëmjes së kaluar janë dëshmia më e qartë e problemit që ekziston. Qytetarët shprehin shqetësimin e tyre, pasi kjo rrugë shërben edhe për aksesin në qendrën shëndetësore. Ju po shihni edhe këtu, ju po shihni për mytjet, ju po shihni për me shku te qendra shëndetësore, ne s'po kem ku shkojmë. Me kanë ka bie fisi ka kanë ka bie ndje, në kuptimin e mirëfillt. Ne tu s'kena pas ka kalojmë. Për 3 minuta shi. Tash nuk e di kush i ka problemet, nuk e di kush i ka besapet, nuk e di kush e ka defektin, por për mendimin tem kjo është defekt mallor. Se njerëzit banë smur, është e pa diskutueshme, si banë smur, s'kena çare pas ku të qendra shëndetësore, pjesë e madhe përmytet. Janë mundu me bë do kanalizime dhe gjana, por pjesa më e madhe përmytet. Rruga kryesore e lagjës e emërtuar Kup Danja dhe segmenti i njohur si Baçja Sokolve bashkohen në këtë pikë ku disa puseta dhe kolektori nuk funksionojnë normalisht. Brenda pak minutash me reshje gjendja shndërrohet në pellgje ujë. Normalisht kjo është përgjegjësia e ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve, e cila ka detyrimin të rikthehet riparimit të këtij segmenti. Por ndërhyrja nuk është e plotë, nëse nuk shoqërohet edhe me asfaltimin e rrugës deri tek qendra shëndetësore. Është e papranueshme që ky segment të vazhdojë të mbetet me gropa, kur sipërfaqja që ka nevojë për asfaltim nuk arrin më e madhe se 100 metra katror.